Drejtësia duhet të jetë e qasshme dhe arritshme për secilin qytetar. Në Kosovë, ndihma juridike falas është mekanizmi që parashes sigurimin e qasjes në drejtësi për të gjithë pavarësisht mundësive financiare apo përkatësive specifike. Përmes ndihmës juridike falas, qytetarët marrin këshilla juridike, asistencë në hartimin e parashtresave të nevojshme dhe përfaqësim në gjykatë, në çështje civile, penale dhe administrative. Kjo ndihmë është veçanërisht e rëndësishme për grupet e ndjeshme, viktimat e dhunës, pensionistët, personat me të ardhurat të ulta dhe kategoritë e tjera të cenueshme. Institucioni i përgjegjës për organizimin dhe ofrimin e këtij shërbimi është Agjencia për Ndihmë Juridike Falas. Ajo koordinon ofrimin e shërbimeve përmes zyrave rajonale, bashkëpunimit me avokatët dhe partneritetit me organizatat e shoqërisë civile. Kapacitetet njerëzore dhe financiare për këtë shërbim në Kosovë mbeten të kufizuara, duke ndikuar në shtrirjen dhe cilësinë e shërbimeve. Organizatat e shoqërisë civile luajnë rol kyç në plotësimin e boshllëqeve. Ato ofrojnë shërbimet e ndihmës juridike falas, duke mbështetur në veçanti rastet më të ndjeshme. Përmes mbështetjes së donatorëve, OJQ-t shpesh arrin aty ku sistemi institucional ka kufizime. Për të garantuar qasje të plotë dhe efektive në drejtësi, nevojitet përmirësimi i sistemit të ndihmës juridike falas. Aktualisht, ligji për ndihmë juridike falas po kalon në proces të rishikimit, ku pritet të hartohet e më pas të miratohet një ligjëri me qëllim të përmirësimit të sistemit të ndihmës juridike falas në Kosovë. Qasja në drejtësi është e drejtë e jo privilegj, kurse drejtësia funksionon vetëm kur është e arritshme për të gjithë.